Dikush kishte i problem kështu dhe unë i jap numrin, i thash ishte jashtë. Jo Kosovë, Maqedoni, po jashtë. Edhe më merr në telefon, flit unë, ai fliste si i ngjirur, si me emocion. I thash çka ke më vlla? Thash një nderi madh që po flas me i dietar. Thash la ilahe illallah dhe këtë ma bëre. Thash ne jemi vëllezër, por nga herë pozicioni që jep në hutbë duket sikur dikush që e dëgjon sikur s'po bëhet. Ne gjithë i thash jemi vëllezër muslimanë para. E dyta i thash hiqja atë dietar, se i dietar do dhe mosh, i thash unë se kam akoma moshën, se duhet të jetë minimumi 60-70 vjeç. E dyta i thash minimumi duhet të studioj 15 orë. Unë i thash kam 3 fëmijë që mi marrin këto orët, kështu që leje këtë muhabet. Jemi vëllezër e duhet jemi të lirshëm. Vëllezër motra nderuara na bëni Allah, nëse në herë ngjajmë më serioz se ç'duhet apo krijojmë largësi që s'është e nevojshme. Thotë ai vllai dite, a bëjmë fotografi mas xhumaje? I thash e bëjmë. E bëm dhe u përqafuam, tha mua, me thon drejtën, tha e kisha me siklet, kam 4 javë që e pyes veten, ti them apo jo? Thash la ilaha illallah. Se ditë i thash unë jam i rënd, duhet 8 javë minimumi të më takosh. I thash subhanallahu alazim. Çfarë kuptimi ka kjo? Domethënë nga herë krijojmë një artificialitet kot, sepse me vërtet ata takon me mimber xhamis, ndoshta me fol fjalën e Zotit, por këto janë gjëra që do t'i bëj dikush. Kurse vllazëria dhe këto, është ajo që po e thoshim dhe mvaz, që ne jemi vëllezër, apo motrat janë motra për hir të madhit Zot dhe duhet të ketë largësi të kota. Duhet të ketë respekt reciprok, se kështu na ka mësuar i madhi Zot me qenë modest dhe të mirë me njëri tjetrin. Por këto emocionet e egzageruara me këto nuk është e nevojshme, sepse i erdhi dikush profetit alayhis salam, jo më njerëzve të kotë si ne, por profeti alayhis salam edhe u dridhse përpara profetit nga emocioni. Në fakt më atë ishte e vërtet që duhet emocionohesh. Dhe ai e pa dhe i tha o filan, qetësohu, i tha, nëna ime ka ngrënë bukë that. Andaj njerëz jemi, në fundit gjithë në varr do shkojmë. Gjithë nga i piku i kemi ardhur. Këtë i dëshmi dhon profeti alayhis salam që ça janë njerëz, emocion duhet me pas me sunduesin e madh gjithësisë, i qofshin fal me të përjetshmin e madh, me krijuesin e qejve dhe tokës.